Rezultatet e auditimit kanë treguar se komuna nuk ka arritur të jetë efikase dhe as efektive në grumbullimin e mbeturinave gjatë viteve të fundit. Një nga gjetjet më shqetësuese të raportit është dështimi pothuajse të gjitha hallkave të mbikëqyrjes institucionale. Ky proces kishte dështuar të realizohej pothuajse në të gjitha nivelet nga të gjitha palët. Disa nga shkaqet që i kanë kontribuar kësaj gjendje janë: Bordi i drejtorëve të kompanisë regionale të mbeturinave pastrimi, që është përgjegjës për vendimet strategjike dhe mbikëqyrjen e kryeshefit ekzekutiv, nuk ka ushtruar mbikëqyrje efektive mbi veprimtarinë e kompanisë regionale të mbeturinave, sepse në takimet e bordit nuk ishte trajtuar pothuajse asnjëherë problematika aktuale e mbeturinave në qytet. Në vend të kësaj, bordi ishte marrë me çështje tjera si çështje financiare dhe administrative. Komuna kishte ditur 2 kontrata brenda vitit 2024 për furnizim me kontejner në vlerë prej 747.000 euro të dedikuar për KRM pastrimi. Deri në tetor 2025, KRM pastrimi ka pranuar gjithsej 2.883 kontejner, nga gjithsej 3.840 sa ishin vlerë. Për momentin janë afër 900 kontejner dhe shporta të cilat ende nuk janë shpërndarë në përpika të grumbullimit të mbeturinave dhe vazhdojnë të qëndrojnë të papërdorura. Në shumë pika të grumbullimit vërehen kontejner të dëmtuar, të cilët janë jashtë funksionit. Këta kontejner nuk largohen dhe nuk zëvendësohen me të rinj. Dëmtimi i këtyre kontejnerëve shpesh ka ndodhur nga pakujdesia dhe mungesa e njohurive të stafit gjatë zbrazjes. Stafi operativ nuk ka pasur njohuri të mjaftueshme për përdorimin dhe zbrazjen e kontejnerëve, duke shkaktuar dëmtime të shpeshta. Deri në vitin 2024, KRM pastrimi ishte vetmja kompani përgjegjëse për mbledhjen e mbeturinave në kryeqytet. Në prill të vitit 2024, komuna angazhoi operatorin privat për grumbullimin e mbeturinave krahas KRM pastrimi. Operatori privat ishte më i kushtueshëm me rreth 10 euro për ton krahasuar me kompaninë publike, duke rritur kostet e komunës për grumbullim të mbeturinave për 149.000 euro për periudhën prill-dhjetor 2024. Çmimi ka rezultuar 61 euro për ton për KRM pastrimi, ndërsa për operatorin privat ka rezultuar të jetë 71 euro për ton. Pavarësisht kontraktimit të operatorit privat, komuna nuk ishte arritur të bëjë përmirësime të dukshme sa i përket grumbullimit të mbeturinave në kryeqytet. Për informimin tuaj, komuna e Prishtinës nuk ka kthyer përgjigje lidhur me konkluzionet dhe rekomandimet e auditimit, ndërsa KRM pastrimi është pajtuar me konkluzionet dhe rekomandimet e auditimit.